Alak është faza kur dy ujnat e prindërve ngjiten. Bëhet një droç, bëhet një copë e caktuar e ngjitur, se alak është që ngjitet, që kapet në mitër e nënës. Ktheu atje ku e kon alak. S'ke ditë kush e kon, kush ka rujt, kush ka kujdes. Tani pe aty nisem mi kuptoj gjërat. Sa alak i të paqartë, për shembull, kush do të më mësua syt, roli, detyra jote, pozita jote, ristratoje mendjen, zemrën, ktheu në pozicionin e alak, e kupton ku ka qenë atë. Te alak të ndërlozën, te alak, edhe pse shumë më herët, po them kushtimisht, te alak përfundon çdo lidhje jote me krijesat dhe fillon lidhjet me krijuesin. Që tu dhe që tu po më hajde dy krijesat edhe ata e bojnë një farë shërbimin këtë aspekt apo. Kur bëhet alak, kur ngjitet, çka ka mu baba nonon këtu? S'ka mu kurgjë. Kurgjë. Udhëtimi tash pe alak deri në insan kur dalë është udhëtim komplet i mbikëqyrur dhe me kujdes Allah te barekuhu teala. A dhe këthën Allah gjellon kon kur as ka mujt baba me të këshyr, as nona, as kërkush me donë me hangër, as me kërkush. Ajt ka zhvilluar, ajt ka rrit, ajt piqat i alek të ka bu kokën, të ka bu dorën, komën, ajt ka bu piqat e alek, për latin, për uzam, për menatin, për idhë dhe tyne. Që kjo situata? Mere këtë situatë që të menjan, të kompjuterit ta ku dush menjan që të, qatë pame që të. Që të menjan pamen e Ramazanit të vitja, haqit të vitja, sa namazi, sa pasërtia, qysh, pi qitujt jëmbo qëta, po. Ama këta se ka besu kërkush fillim, Allah i ka vënë besoni se që shtu ndërën situatat. Allah do me të regu se me ikra, nëse i njek udhëzimet, nëse i bindesh Allahu te barekuhu teala, nëse në të mbështetesh, bëhen ndryshime marrëmendse që kur s'ta ka marrë mendja i sill Allahu xhalla xhelaluhu.